Përfaqësuesit e pushtetit lokal të 3 komunave me shumicë shqiptare në Serbi kërkojnë që trajtimi i tyre të jetë i njëjtë me atë të serbëve në Kosovë. Ata i bën këto komente pas takimeve me udhëheqësit e Kosovës, me të cilën diskutuan gjendjen në luginën e Preshevës dhe tensionet që kanë nxitur atje arrestimet e 10 shqiptarëve në ndyshimet për krime lufte në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besima Bazi. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të luginës së Preshevës thanë sot në Prishtinë se të drejtat të shqiptarëve në 3 komunat jugore të Serbisë duhet jenë të njëjta me ato të serbëve të Kosovës. Ata i bën këto komente pas takimit me udhëheqësit e Kosovës me të cilët kanë diskutuar gjendjen e luginën e Preshevës dhe tensionet që kanë nxitur atje arrestimet e 10 shqiptarëve të dyshuar për siç thuhet krime lufte në Kosovë. Presidenti i Kosovës Admir Sediu tha atyre se Kosova është angazhuar për mbrojtjen e parimeve dhe standardeve më të rëndësishme të drejtave të komuniteteve. Ai tha se Prishtina i sheh komunitetet e Kosovës dhe komunitetin shqiptar në Serbi edhe si faktor të rëndësishëm për ndërtimin e marrëdhënieve fqinjësore. Dhe në këtë kuadër sigurisht se Republika e Serbisë duhet të shkputet nga kjo qasje që fatkeqësisht e ka deri tash dhe e quajmë iracionale, në një anë në mbajtjen në tension dhe peng të qytetarëve serb të Kosovës me pjesë të strukturave paralele që kanë borxh ndaj flasë edhe ndaj drejtësisë. Dhe në anën tjetër me ngritjen e tensioneve paralele edhe në 2 komunat, në 3 komunat në jugun e Republikës së Serbisë. Përfaqësuesit e luginës së Preshevës bën thekse në siç kanë veprimet e pushtetit serb që nxisin tensione me praninë e madhe policore ushtarake në zonë dhe me arrestimet e fundit të 10 shqiptarëve të zonës që ata i cilësojnë të pafajshëm. Nuk janë ata të cilët u bë një etiketim për ta bë politikën në Beograd dhe për gjetë viktima në luginë të Preshevës, besoj se në të ardhmen nuk do ndodhin më. Dhe janë këto alarme të cilat ne si leadership i luginës Preshevës duhet i japim edhe para autoriteteve zyrtare në Republikën e Kosovës, por edhe në Republikën e Shqipërisë për të mbajtur atë popull atje. Udhëheqësit e institucioneve lokale të luginës së Preshevës angazhohen për zbatimin e parimit të njëjtë në trajtimin e komuniteteve në Kosovë dhe në Serbi. Se ne do të angazhohemi në të ardhmen për respektimin e parimit të reciprocitetit, respektivisht për respektimin e vlerave të pakosatisarit në procesin e mbrojtjes së komuniteteve edhe në luginë të Preshevës. Ne mendojmë se nëse dëshirojmë të krijojmë një Ballkan perëndimor stabil, vlerat të cilat garantojnë të drejtat e komuniteteve duhet të jenë universale në këtë pjesë të Ballkanit dhe nuk mund të kemi pakisë të privilegjuar apo komunitet të privilegjuar ndërsa të tjerëve ato të drejta të mohohen. Presidenti Sediu nënvizoi se shqiptarët do të vazhdojnë me politikën e bashkëpunimit posaçërisht me faktorin ndërkombëtar, ndërsa u bëri thirrje autoriteteve të Serbisë të heqin dorë nga veprimet që nxisin tensione. Ka kaluar koha e konflikteve. Ne s'jemi për konflikt asnjë, por jemi për realizim të drejtave njerëzore në hapësirën flas edhe të Kosovës gjithmonë, edhe të drejtat të komuniteteve, por edhe për respektim të njëjtave natyrisht edhe në Republikën e Serbisë. Përfaqësuesit e luginës tërheqin vërejtjen se gjendja në atë zonë nuk ka ndryshuar as gati 8 vjet pas përmbylljes së konfliktit ndërmjet kryengritësve shqiptar dhe forcave qeveritare serbe. Për Zërin Amerikës, Besima Bazi, Prishtinë.